E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi në fakt me lajmin e fundit dhe lajmin më dinamik, banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani ka qenë e detyruar të largohet nga shtëpia më e madhe në vend pasi nuk është ndjer mirë. Ajo aktualisht ndodhet në spital ku edhe po merr trajtimin mjekësor profesional. Ky zhvillim vjen pas një muaji të vështirë për banorët të cilët jetojnë në izolim dhe nën presionin e vazhdueshëm të spektaklit. Ë Shtimi i stresit dhe intensiteti i lojës duket se ka ndikuar edhe tek gjendja e Albës, e cila tashmë po merr kujdesin e dur për të rifituar edhe një herë forcën dhe energjinë. Lajmin e ka bërë të ditur vet Big Brother VIP Kosova, duke theksuar se shëndeti i banorëve mbetet prioritet absolut. Fansat dhe ndjekësit e spektaklit kanë reaguar menjëherë. Tani, normalisht është kjo në momentin që produksioni, do të thënë, nuk investon me ndërhyrjen e tij në debatin e madh që ju bë Albës, sepse gjithë shtëpia ju vu kundër. Alba ka qenë në një presion jashtëzakonisht të lartë dhe 2 ditë po bëhet ky presioni. Labinoti duke e bullizuar, Bia duke e bullizuar, Benita duke e bullizuar, Toni duke e bullizuar, Arditi gjithashtu, domethënë të gjithë banorët ju ndërsuan Albës dhe normalisht Alba kaq mundet që të duroj brenda asaj shtëpie. Unë e kam thënë edhe më herët, e kam rithën edhe ditë më parë që po më befason fakti, do me thënë këtu përdoret një gjuhë aq e lartë urrejtje sa që eskalon lojën. Nuk është gjuhë e lojës, është gjuhë e mllefit, është gjuhë e inatit që e kanë banorët kundër drejt njëri tjetrit. Do me thënë e kanë kthyer në personale. Dhe vëllau i madh çuditërisht nuk reagon në asnjë mënyrë, sikur nuk i intereson fare se çfarë po ndodh me këto banor. Dhe në momentin e mos reagimit do të ketë dhunë, do të ketë rrahje, por unë e shoh që producentja në këtë rast Olsa dëshiron që ta çon punën në rrahje se s'ka shans, domethënë të toleron një veprim të tillë. Është hera e katërt në fakt që banorët dalin prej brenda kësaj shtëpie me shëndet të rënduar dhe nuk e kuptoj domethënë se si do vazhdojnë edhe 2 muaj aty brenda me këtë presion dhe me këtë luftë të madhe që po ndërtohet dhe produksioni nuk po ndërhyn dhe nuk po reagon fare. Domethënë zarfi i zi siç duket në këtë Big Brother nuk ka asnjë lloj vlerë. Alba ka kaluar një dinamik të madhe, domethënë ditën e djeshme ka patur një luftë të madhe me banorët brenda asaj shtëpie dhe imagjinoni se çfarë stresi psikologjik është dhe se sa e rënduar ajo ka qenë nga jashtë, sepse ka thënë disa herë që të grindesh gjatë gjithë ditës. Imagjinoni çfarë presioni është. Unë uroj që nga ky rast i Albës produksioni të merr masa dhe të jetë pak më i kujdesshëm kundërdrejt gjuhës, urrejtjes, inatit dhe mllefit që po bëhet aty brenda. Domethënë Albën e gjuajtën me shishe, Albën e gjuajtën me ujë, Albën e ofenduan në familje, ofenduan në fis dhe nuk ka asnjë lloj reagimi nga ana e produksionit dhe sot Alba është në spital.